Në brendësi të parkut kombëtar të Valbonës sapo kanë nisur punimet përgatitore për ndërtimin e 2 heceve të reja në Dragobi dhe Çerem, me gjithë kundërshtimin e banorëve dhe një numër të madh shoqatash jo qeveritare, vendase dhe të huaja. Drejtues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura thanë për Zërin e Amerikës se është i gabuar ndërtimi i tyre brenda zonave të mbrojtura, por shtuan se heqja e koncesioneve të dhëna do t'i kushtonte shumë shtetit shqiptar. Korespondenti i Zërit të Amerikës, Plum Sulo, njofton. Menduam që me pak sensibilizim, shteti në vumë një ndjeni që po bën gabim. Ndërsa sot kuptojmë fare mirë si banor të asaj zonet, që ne nuk pana një gjona s'kush fjallin. Është Kolgjoni, banor i Valbonës, i cili ka ardhur në konferencën kombëtare turizmi në zonat e mbrojtura, zhvilluar pranë liçenit të Shkodrës, për të shprehur shqetësimin e banorëve të Valbonës për fillimin e punimeve për ndërtimin e 2 heceve në mbërëndësi të parkut kombëtar dhe pikërisht në Dragobi dhe Çerem, dhe për t'i apeluar edhe një herë strukturave të shtetit shqiptar dhe organizmave ndërkombëtare pjesëmarrëse në këtë konferencë për të mos lejuar ndërtimin e heceve në mbërëndësi të parkut kombëtar të Valbonës. Tani sa ka fillu puna, fadromat kanë ardhur po fillojnë me kryrjen. Kur ne flasim gjithmonë për të mbrojtë natyrën, unë nuk e kuptoj edhe sot këtu në Shkodër se përse jam. Por në realitet kam ardhur në shej protestet, kam ardhur thjesht për të thënë që këtu bëhet kot kjo konferencë për mbrojtjen e natyrës, kur natyra po shkatërrohet për çdo ditë. Prej disa muajsh banorët e Valbonës vazhdojnë të protestojnë kundër ndërtimit të heceve në luginën e tyre. Sipas tyre, dhënia me koncesion e heceve në mbërëndësi të parkut kombëtar do të dëmtojë biodiversitetin dhe turizmin në këtë zonë. Shqetësimit të banorëve të Valbonës janë bashkuar dhe një numër shoqatash mjedisore, vendase dhe të huaja. Unë sapo po kthehem nga Valbona, është e pakuptim që atje të filloi puna për ndërtimin e hecit Dragobis. Kjo është e pakuptim, nuk e kuptoj. Këtë presion që kanë bërë shoqëria civile, sidomos komuniteti i Valbonës, banorët që jetojnë atje, dhe të mos pyetet ky zë kaq i fuqishëm, këta njerëz që jetojnë atje me këto burime, me këtë bukurinë natyrore, me këtë park natyror, dhe në mënyrë të pa kuptim, të pa qëllim, nuk e di, jam shumë i revoltuar kur e pash atë gjendje që mos të pyeten ata banorë dhe fillon ndërtimi, kjo është një ndër problemet më kryesore zonë mbrojtëse në Shqipëri. I pyetur nga Zëri i Amerikës përse qeveria shqiptare po lejon fillimin e punimeve për ndërtimin e heceve në një zonë të mbrojtur, siç është parku kombëtar i Valbonës, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Zamir Dedej tha se kompanitë koncesionare kanë në dorë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe se çdo thyrje kontratave do t'i kushtonte shtetit shqiptar. Agjencia në një farë mënyrë ka gjetur të gjithë proceset të përfunduar nga pikpamja e dokumentacionit, që ne nuk kemi qenë pjesë dhe nga kjo pikpamje kemi një mendim që këty lloj decentralesh nuk do të ngrihen në zonat e mbrojtura. Sigurisht që kostoja e ndalimit tyre, e kemi thënë dhe tjetër, është e madhe. Zoti Dedej vlerësoi reagimin e banorëve dhe tha se ka nisur një reagim edhe nga ndërkombëtarët. Ka një moment pozitiv që është ndërgjegjësimi i komunitetit, unë këtë do ta quaj pozitive dhe kundërshtimi i tyre do ta quaj më se normal. Sigurisht që tashmë ka filluar dhe një situatë reagim dhe nga kancelaritë e huaja për këtë punë, do të shohim se si do vazhdoj. Kuptohet që unë do ta them që ai ka qenë i pajisur me lejet e nevojshme për të filluar nga puna, që kjo na vë para një vështirësie të madhe. Në vitin 1996, qeveria shqiptare shpalli luginën e Valbonës si park kombëtar, por në vitin 2008 kompanitë nisën përpjekjet për marrjen e koncesioneve për ndërtimin e heceve në mbërëndësi të luginës së Valbonës. Kontratat koncesionare dhe vendimet për hidrocentralet në Valbonë janë miratuar nga të dy qeveritë e fundit, ajo demokrate në gusht të vitit 2013 dhe ajo socialiste në prill të vitit 2014. Madje në dhjetor të vitit 2014, enti rregullatori i energjisë ERE vendosi nisjen e procedurave për licencimin e aktivitetit të prodhimit të energjisë nga hecet, Çeremi dhe Dragobia, kur ende nuk ishte filluar puna për ndërtimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Plum Sulo.